Ranga hapësira në një shtëpi brenda meteorit gjenden gjurmë që lidhen me origjinën e jetës. Diçka e pazakont hyri pa paralajmërim në një dhomë gjumi në New Jersey të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një zhurmë e fortë, dridhje të shtëpisë, një vrim në çati, pluhurizi kudo dhe copa guri me ngjyrë të errët mbi astëkët lan të kuptohej se bëhej fjala për diçka jashtëtoksore. Ngjarja ndodhi në 16 korrik 2024, në të njëjtën kohë kur mediat raportuan për një meteor të ndritshëm që kishte kaluar mbi qiellin e New Yorkut me një shpërthim të fuqishëm pranë statujës së Lirisë. Çifti që sapo kishte bler shtëpinë vetëm 5 muaj më parë kuptoi se një meteorit kishte goditur ndërtesën e tyre. Pronari e mori fragmentin me kujdes duke përdorur doreza për të shmangur ndotjen e tij. E vendosi në enqelqi dhe kontaktoi ekspertët e shoqatës amerikane të meteorëve. Shkencëtarët ekzaminuan dhomën dhe mblodhën edhe grimcat më të vogla të pluhurit, duke marrë rreth 1 kilogram material jashtëtoksor. Çifti e mbajti ngjarjen pothuajse të fshehtë për një kohë të gjatë, por tani pas analizave shkencore të publikuara në revistën shkencore Advances, studiuesit nga NASA dhe Instituti SETI kanë zbuluar detajet e meteoritit të quajtur detajet e meteoritit sipas zonës kura. Analizat kanë zbuluar se meteori përmban ujë, aminoacide dhe përbërje organike të karbonit, element që konsiderohen si blloqet ndërtuese të jetës në tokë. Shkencëtarët sqarojnë se meteori nuk përmbante jetë, por materialet brenda tij lidhen me proceset që mund të kenë ndihmuar në krijimin e jetës. Meteori ka udhëtuar për miliarda vjet në hapësirë. Ai është formuar në periudhën e hershme të sistemit diellor dhe për shkencëtarët përbën një dëshmi të rrallë për historinë e planetëve. Ky zbulim lidhet me misionet e mëparshme të NASA-s dhe agjencisë japoneze JAXA, të cilat kanë sjellë në tokë mostra nga asteroidët Bennu dhe Ryugu, dhe në këto mostra janë gjetur aminoacide dhe përbërje organike të ngjashme me ato të meteoritit të New Jersey. Sipas astronomëve, fragmenti i rënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte një meteorit karbonik, një lloj shumë i rrallë, që ka një strukturë poroze dhe në të kaluarën mund të ketë mbajtur sasi të mëdha ujë të kripur. Aminoacidet e zbuluara brenda tij janë veçanërisht të rëndësishme pasi janë përbërësit bazë të proteinave dhe tregojnë se nuk janë krijuar nga ndotja pas rënies në tokë. Astronomët e NASA-s dhe Instituti SETI e cilësuan zbulimin si një nga mostrat më të ruajtura të këtij lloji. Sipas tyre, kompleksiteti dhe shumëllojshmëria e përbërjeve organike të gjendura në këtë meteorit ishin një surprizë e madhe. Shkencëtarët besojnë se trupa të tillë qiellor mund të kenë luajtur një rol të rëndësishëm në historinë e tokës, duke sjellë ujë dhe përbërje organike që pas miliona vjetësh procesesh natyrore mund të kenë kontribuar në shfaqjen e jetës.